është i kapur, sepse që këtu nis rënjët e këqija. Po të hysh gjithë sa dush ke me lopat, ke shkarkum që janë këthy. Po a ka vlerë kur ti shkarkohesh për korrupsion e kthehesh prap. Pra, a mund ma thoshta? Po pse është bërë kjo? Pra këto bën drejtsin, ta bën. Dhe shumë njerëz thonë, çfarë vlerë ka kjo, ne tecim parë. Po jo tecim. Neve duhet marrim masat që gjërat të parandalohen, që të mos ndodhin më në të ardhmen. Që nesër të vinë prap njerëz thonë ta reformojnë. Si ta parandalojmë gjithë dëmi që ka bërë Vettingu dhe na ka lënë Sadall Kauk. Tani dëmi duhet një nga format është sa njerëz pa eksperiencë, pa shkollë. Kur them pa shkollë, mund ta kemë marrë shkollën pa janë një radhë. Ore kanë ngel ta zien pesat me gjashtat dhe kur është poshtërsia në komision të ligjeve, këta persona kanë hequr listën e notave.